nderuar miq, do të flasim për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kapitujt të gjithu hapën, por deri tani asnjë nuk është mbyllur, është vendosur një afat fundit 2027, si duket sikur do jetë larg. Megjithatë, ne jemi në pritje se kush do jetë kapitulli i parë që do të mbyllet. Do të diskutojmë gjithashtu edhe për politikën në Bashkimin Evropian pas humbjes së Orbanit dhe ardhjes pra fitores së opozitarit Peter Maxhar, çfarë do të ndryshojë aq më tepër në rajonin e Ballkanit, sidomos edhe në raport me Kosovën, ndoshta që mund të bëjë një hap më përpara në proceset eurointegruese. Gjithashtu edhe për qëndrimet e Tiranës në raport me SBA dhe Bashkimin Evropian nuk ka dyshime për linjëzimin, megjithatë për gjitha këto do të diskutojmë me Gendi Xhaxhiu, në ekspertin e integrimit, pjesë e kolegjit të Europës në Belgjik. Gendi, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit. Gendi, mendoni që pranvera iku, po vjen vera për pak, por pra edhe këto që to ditë që kanë mbetur pranverës do ketë shanse që të mbyllet në një nga grup kapitujt, pra sepse është folur që të paktën përpara gjysmës së parë të vitit kishte nisur ndonjëri, por sipas gjitha gjasave jemi drejt shtyrjes së procesit, ndoshta edhe ta fati 2027-s që është vendosur. Pak pritëmëria e Tiranës zyrtare, por dhe e jona, le themi që jemi njohës, pra le themi grupi ekspertëve që njohin procesin e integrimit, që janë përfshirë më përpara apo dhe tani në procesin e integrimit, ka qenë që sinjali i parë që do të jepte, sinjali i parë pozitiv që do të jepte një lloj inkurajimi për fundin e 2027-s do të ishte qershori i 2026, që do të thoshte që do të thotë brenda qershorit do duhej të mbyllej të paktën një kapitull, pse kjo duket sikur tashmë edhe është edhe nuk është, pra pavarësisht se flasim për 2 muaj nga tani, duket se procesi po bëhet pak misterioz, nëse do duam ta themi kështu, është pas 2 është të mbyllura, jo për shkak se ka ndonjë sekret për truajtur, por për shkak se i tillë është procesi vendimarrës i Bashkimit Evropian. Do dua të shpjegoj shkurtimisht çfarë ka ndodhur nga fundi i marsit deri tani, Komisioni Evropian ka paraqitur në Këshillin Evropian, pra në atë që quhet Forumi i vendeve anëtare, ku secili vend anëtar përfaqësohet nga ambasadat e tyre të akredituara në Bruksel, ose siç njihet në gjuhën teknike grupi COELA, grupi i posaçëm i zgjerimit, pra komisioni ka paraqitur atje raportin IBAR, në anglisht Interim Benchmark Assessment Report, që është raporti i plotësimit të kushteve të ndërmjetme. Pra që një vend të plotësojë trajektoren e integrimit, ka kushtet për hapjen e negociatave, kushtet e ndërmjetme, ku jemi ne tani, dhe kushtet për mbylljen e negociatave apo mbylljen e grup kapitujve specifik. Shqipëria është në mes të këtij rrugtimi, që do të thotë që shpejtësia nga hapja e negociatave deri tani ka qenë e shpejt, pra vendet e tjera e kanë marrë raportin IBAR apo kanë diskutuar për raportin IBAR mbas 4 apo 5 vitesh mbasi kanë nisur procesin e negociatave, dhe kur them vende të tjera i referohem kryesisht shembullit të Malizi, që është edhe shembulli më i afërt dhe në kuptimin e ngjashmërisë së 2 shoqërive, të strukturës ekonomike, të administratës etj. Pra, Shqipëria, komisioni e dorëzoi këtë raport në fund të marsit, ka patur një seri takimesh të vendeve anëtare në Bruksel, të cilët nuk kanë vendosur veto, sepse nëse do të ishte vendosur një veto, raporti nuk do të ridiskutohej në takimin pasardhës. Pra ka rreth 3 javë që ky raport diskutohet, amendohet, ndryshohet, hiqet një paragraf, vendoset një tjetër, derisa ai do të marrë trajtën përfundimtare, derisa kushtet e ndërmjetme pra të konsiderohen finale dhe t'i paraqiten qeverisë shqiptare. Pra ka një të vërtet aty që janë 9 vende që pra nuk po themi që kanë vendosur veto, po janë skeptike, duke ndalur pak. Unë nuk kam marrë për momentin. Po kjo është më se normale, kjo ka ndodhur në miratimin e raportit IBAR për Malinezi. Malizi ju desh 1 muaj diskutime mes vendeve anëtare, që të merrte që raporti i ndërmjetëm të merrte dritën jeshile nga vendet anëtare. Në fakt kanë qenë raportime mediatike, grupi COELA nuk ka nxjerrë asnjë, le themi, konkluzion zyrtar apo dokument zyrtar ku të shprehen shqetësimet e vendeve anëtare. Me siguri çfarë është raportuar në media duhet jetë saktë, sepse nuk ka patur kundërshtim nga asnjë palë, as nga komisioni, as nga qeveria.
por këto janë normale në procesin e negociatave. Vende specifike anëtare e shohin procesin e negociatave të vendeve kandidates shpesh nga syzet e tyre, pra nga dylbitë e tyre, dhe duke dashur të ngrënë çështje që ambasadat e tyre në Tiranë u dërgojnë zyrave qendrore në kryeqytete. Kush nga këto vende ju ka bërë më shumë përshtypje që pra e ka ulur marshin për momentin? Ne kemi nga Greqia këtu afër deri në Po jo, Greqia ka qenë gjithmonë në këto ujëra, në raport me zjerimin, ka patur gjithmonë një shqetësim për Maqedoninë e Veriut, ka një shqetësim për Shqipërinë, pra kryesisht në vendet kufitare Greqia ka ndjekur një politikë shumë të kujdesshme, më jep të tjap, pra kjo ka qenë qasja e ka hershme e Athinës karshi sidomos Maqedonisë. Shqipëria se kaq. Dakor, kjo është gjë tjetër pastaj, po në diplomaci gjithmonë, edhe pse ti je në pozitat e më të fortit dhe në pozitat e më të madhit, gjithsesi vazhdon ushtron presion për të marrë çfarëdo lloj diskutimi që mund të jetë në tavolinën diplomatike të Athinës dhe Tiranës. Pra Greqia ka ngritur çështjen e minoriteteve, edhe pse unë mendoj që minoritetet në Shqipëri gëzojnë të drejta absolutisht brenda kornizës së drejtave të njeriut dhe konventës kombeve të bashkuara, dhe nuk ka patur raportime serioze, por as jo serioze nga komunitetet atje që të drejtat apo liritë e tyre janë të cënuara. Megjithatë, siç thash, secili vend e shikon nga lupa e vet. Ka patur pretendime mbi të drejtën e pronës nga vende si Polonia, fjala bie, të paktën siç është raportuar. Çka është një qasje e çuditshme, sepse vende anëtare nuk parahyn në kaq qelizëm të çështjeve, sidomos kur ato nuk paraqesin një interes të drejtë për drejtë për vendin përkatës që e ngrë këtë. Me siguri, një raport nga ambasada polake në Tiranë, e quar në Varshavë, dhe kjo më pas ka shkuar në Bruksel, pra kjo do ketë qenë, le të themi, trajektoria e qëndrimit polak në grupin Koela. Edhe një herë dua të theksoj që këto janë procese normale, vendet anëtare vazhdimisht ngrën shqetësime gjatë procesit negociatave, është legjitime, e lejon procesi, e një procesi, por nga ana tjetër vendet anëtare ne duhet ta vëmë pak veten në vendin e tyre, nuk do duan të marrin në gjirin e tyre një vend me probleme, një vend që ka shqetësime mbi respektimin e drejtave e tjerë. Por kjo është gjithmonë një negociat, një diskutim në tavolinën e vendeve anëtare. Lajmi i mirë është që raporti është sërish në agjendë për të diskutuar në takimin e javës së ardhshme, do të ketë vazhdimisht drafte që do të qarkullojnë midis komisionit dhe vendeve anëtare. Shqipëria në këtë moment nuk ka asnjë rol, pra është në rastin më të mirë dëgjuese në këto takime, ose nuk merr pjesë fare. Pra këto janë dy skenaret e mundshme. Kryesisht këto janë takime në një farë mënyrë konfidenciale, ku Këshilli, pra përfaqësuesit e vendeve anëtare, diskutojnë me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, i cili për icë vërtetës ka hartuar një raport pozitiv. Pra ajo që ka thënë kryeministri është e vërtet. Unë kam parë një draft raportit i bar, një draft paraprak, ku komisioni e rekomandon nisjen e mbylljes së kapitujve, ndërkohë që vendet anëtare që diskutuan deri tani kanë ato dilemat e veta. Do duhet fillojmë shqetësohemi nëse raporti i kritereve të ndërmjetme nuk është miratuar deri në qershor. Pra nëse edhe muaj maj kalon në këtë ping-pong institucional mes Këshillit Evropian dhe Komisionit, pastaj do duhet shohim realisht çfarë ka atje që nuk shkon. Deri tani jemi brenda normës së normales, jemi brenda shembullit malazez, i cili ju desh, siç thash, një muaj e një javë për ta kaluar raportin, kështu që do duhet presim edhe fundin e prillit dhe mesin e majit për të kuptuar ku jemi. Në muajt e fundit në Tiranë është diskutuar shumë për rolin e Gjermanisë në këtë proces. Ju si e keni parë dhe çfarë mund të thoni më shumë për të? Kemi avokate apo e kemi kundërshtarë që janë madhe, sigurisht që ata kërkojnë plotësimin e standardeve, pra po ku qëndron ajo vija me të?
Gjermania ka qenë historikisht një mbështetëse e zgjerimit, duhet thënë, ëh. Sigurisht që qeveria e kancelarit Merz ka ndjekur një qasje më të tërhequr në raport me zgjerimin, ndërkohë që kancelarja Merkel dhe administrata e saj ka qenë një entuziaste e zgjerimit, ka qenë promotore e procesit Berlinit, ka qenë promotore e rritjes së fondeve mbështetëse për Bashkimin Evropian, për vendet kandidate, pra kryesisht për Ballkanin Perëndimor, sepse fokusi i Gjermanisë në atë kohë ka qenë kryesisht tek Ballkani Perëndimor dhe jo tek Ukraina, Moldavia. Eksakt, që tani kanë marrë një vëmendje shumë të shtuar, pra Ukraina, Moldavia, po dhe Gjeorgjia disi. Pra, Gjermania është historikisht e vendosur në strategjinë e tyre kombëtare të punëve të jashtme, zgjerimi i Bashkimit Evropian është një prioritet. Gjermania ka kryesisht shqetësime të shtetit të së drejtës dhe të klimës biznesit. Këto kanë qenë shqetësimet që Gjermania zakonisht ngrë në raport me vendet kandidate, dhe besoj këtu do të jetë edhe shqetësimi tek Shqipëria. Për shembull, në rastin e Malit Zi, Gjermania në 2024 përpara miratimit të raportit kushteve ndërmjetme ishte shqetësuar për emërimet në gjyqësor, pra emërimet e prokurorit përgjithshëm, kryetarit e gjykatave supreme etj. Pra, fokusi i Gjermanisë të paktën në mënyrën se si Berlini e shikon zgjerimin është kryesisht tek shteti i së drejtës. Nuk di të ketë një raportim në këtë rast, mediat kanë folur për skenarë të ndryshëm për shqetësimet e Gjermanisë në raport me reformën drejtësie etj. Në fakt, këto janë shqetësime të gjithë secilit vend antar, pra reforma në drejtësi është ABC-ja e kushteve ndërmjetme, por edhe e gjithë procesit të negociatave. Nëse do të themi që komisioni apo këshilli mund të ulin njërin sy në raport me klimën dhe mjedisin, apo në raport me sistemet e transportit, apo në raport me cilin do sektor tjetër të negociatave, e kanë bërë të qartë që në sektorin e drejtësisë, punëve të brendshme, sigurisë, gjyqësorit, sistemit prokurorisë nuk do ta ulin, le të themi, stekën e fokusit. Kështu që mendoj kjo do të jetë ky duhet të ketë qenë edhe në këtë rast shqetësimi i Berlinit, edhe mesazh raportuar nëpër media. Me reformën drejtësi në Tiranë, mendimi ishte që grup kapitulli i parë për drejtësinë sigurisht ishte dritë gjelbër për të kaluar, por me 200.000-300.000 dosje duke llogaritur edhe prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm, jo vetëm të SPAK-ut, të gjykatës së posaçme, si vështirë duket, plus kësaj, si është perceptimi dhe në gjykimin tuaj edhe atë që ju keni lexuar, kontaktet, burimet, informacionet, ka diçka të vërtet për dosjen Balluku që mundet ta ketë penalizuar Shqipërinë në këtë momente, pra akuzat e opozitës e kanë fjalën. Ka diçka që qëndron aty apo është gjitha retorik politike? Jo, unë nuk e di cila mund të ketë qenë arsyeja e vërtet e Gjermanisë apo dhe e vendeve të tjera anëtare që kanë vendosur një lloj zgjatje të procesit të miratimit të këtij raporti. Zyrtarisht, pra të paktën nga çfarë unë kam mundur të mësoj nga burime pranë, le të themi, pranë Këshillit, është që Gjermania, por dhe në përgjithësi Këshilli Evropian, pra ambasadorët e vendeve anëtare në Bruksel, do të ishin më entuziast për një reformë në drejtësi e cila do të ecte më shpejt. Dylbene, duhet të kemi kujdes kur themi reformë në drejtësi, sepse zakonisht në zhargonin e përgjithshëm reforma në drejtësi është SPAK-u dhe GKK-ja. Por realisht reforma në drejtësi nuk është vetëm SPAK-u dhe GKK-ja, ne e dim, është thënë shpesh herë që SPAK-u dhe GKK-ja kanë 0.3%, diku dëgjon dhe 0.03% të çështjeve. S'ka rëndësi, dhe sikur 3% apo 10% i ketë SPAK-u dhe GKK-ja, nuk është vetëm ajo reforma në drejtësi. Vendet anëtare janë të shqetësuara për shpejtësinë e gjykimit dhe për stokun e dosjeve të cilat janë përmendur edhe në raportin e fundit Komisionit Evropian të nëntorit 2025. Pra kur flitet për reformën në drejtësi, ka 2 paragraf për SPAK-un dhe le të themi hetimet në rangje të larta, dhe ka 10 paragraf për proceset gjyqësore të qytetarëve, të cilat zgjasin nga 5 në 10 vjet, të cilat nuk marrin kurrë një përgjigje e cila është e qartë, pra dhe cilësia. Për herë të parë është folur edhe për cilësinë e vendimeve, pra jo vetëm për sasinë e munguar apo për zgjatje, por edhe për cilësinë e vendimeve. Normalisht kur një gjyqtar ka rreth 20 çështje në javë, do duhet
ti drejtohet inteligjencës artificiale apo asistentëve të tij për të mundur ti menaxhoj këto çështje. Pra unë mendoj që më shumë se sa SPAK-u apo GKK-ja shqetësimet e vendeve anëtare të cilët e kuptojnë çfarë do të thotë drejtësi në qelizmën e saj është tek ajo le të themi armata e madhe e gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë në kontakt përditshëm me qytetarët, që janë në kontakt përditshëm me bizneset, sepse një tjetër sistem, një pjesë e sistemit ndjes gjyqësor që është gjithashtu në vështirësi janë gjykatat administrative, Pra stoku i dosjeve të konflikteve midis bizneseve, midis qytetarit dhe biznesit, midis qytetarit dhe punëdhënësit, midis qeverisë dhe bizneseve, po duash, është jashtëzakonisht e lartë, por kjo paralizon jetën ekonomike, Ti mund të humbasësh vendin e punës, ti mund të humbasësh një kontratë furnizimi, ti mund të merret apartamenti se s'ke mundur të paguash kredin në kohë etj, dhe kjo çon në drama sociale, por kur kjo nuk është më e kontrolluar në pak raste, po kalon në një mori shumë të lartë rastes dhe drejtësia nuk jep dot drejtësi, për të mos thënë që nuk jep dot as vendime, sepse t'japësh drejtësi është akoma më sipërore. Kjo çon pastaj në kolapsim dhe të sistemit dhe në pakënaqësi të qytetarëve që jetojnë në Shqipëri, të bizneseve që operojnë në Shqipëri, dhe vendet anëtare e shikojnë këtë si një klim të pafavorshëm, le të themi, për bizneset e tyre që nesër pas nesër kur Shqipëria të jetë në tregun e përbashkët evropian, do të hapin seli apo do të hapin zyra në Tiranë apo në Gjetk në Shqipëri, dhe do të thonë sepse do të ketë konflikte gjyqësore edhe midis këtyre kompanive që do të hapen në Tiranë dhe qytetarëve shqiptar, apo midis kompanive të ndryshme, furnitorit dhe kontraktorit etj, dhe këto do të shohin pastaj që një kompani belge apo gjermane të duhet e ende të dyerve të gjykatave shqiptare për vite e vite, që për Europën është e çuditshme, sepse për ta një proces zgjat nga 3 muaj në një vit. Ngendi, ju jeni dakord me editorialin e kryeministrit dhe presidentit të Serbisë për një pranim pa veto? Pra, kush është e keqja në këtë rast? Nëse Shqipëria do të ndaj me ju dhe një diçka personale. Unë në temën time të diplomës në Institutin e Studimeve Europiane në Berlin kam hedhur disa skenar kur para disa vitesh kam qenë atëherë sigurisht më pak i pjekur e më i ri etj kur kam qenë student, dhe kam hedhur tezën e 2-3 skenareve për zgjerimin, Një skenar ka qenë skenari garës, pra më i mirë hyni pari, të tjerët ndjekin nga pas. Skenari i dytë totalisht i pamundur për të ndodhur është integrimi në blok i 6 së vendit të bashkimit të Ballkanit Perëndimor, që do të ishte një bekim për ne të 6-tët në Ballkan, por absolutisht një telash për Bashkimin Evropian, një skenari pamundshëm, dhe ne kemi të qartë që kjo s'po ndodh. Dhe skenari i tretë që un kam fantazuar apo menduar në atë kohë ishte një zgjerim i kujdesshëm me vendet e reja nga Ballkani, të cilat nuk do t'i gëzojnë të gjitha të drejtat që vijnë nga antarësimi, dhe do të fokusohen kryesisht tek të drejtat ekonomike. Pak a shumë, në të përgjithshme, kjo ka qenë dhe letra apo editoriali apo non-paperi i Ramës dhe i kryeministit Rama dhe presidentit Vučić, të cilët pas tyre jam i sigurt qëndrojnë duar dhe mendje të kujdesshme që e kanë hartuar, dhe sigurisht Rama dhe Vučić kanë vendosur firmat e tyre në fund. Por i të vërtetës kjo ka qenë dhe një skenar që është diskutuar në Bruksel, në kohën që pra ishin disa burime në atë periudhë, dhe le të themi Rama dhe Vučić donin të jepnin një dorë ekstra të këtyre burimeve. Kanë qenë disa institute research në Bruksel që e kanë hedhur këtë tezë, ka qenë disa OJF nga Ballkani, disa prej cilave unë dhe i kam konfirmuar, ka qenë nga Maqedonia e Veriut, ka qenë nga Malizi, të cilat kanë hedhur idenë e një zgjerimi të Bashkimit Evropian dhe futjes së vendeve të Ballkanit Perëndimor, por pa të drejtën e vetos, pa të drejtën për të patur një komisioner, pa të drejtën për të patur një numër të madh në Parlamentin Evropian, pra në mënyrë që t'i hiqet çdo lloj alibie atyre që janë kundër zgjerimit, pra alibie për të thënë që këto vende do të vinë për të marrë
poste në komision, këta vende do të vinë për të zënë për ta bërë Parlamentin Evropian nga 700 kusur parlamentar për ta bërë me 1000, kjo do të shtoj kostot e tjera. Pra për të hequr këto alibi, disa institute kërkimore edhe më pas editorialja apo letra e kryeministit Rama, presidentit Vučić, u pan si një front i përbashkët i cili konvergoj, le të themi, diku në muajin shkurt, le të themi në të njëjtën kohë në një farë mënyre. Për fat të mirë ose të keq nuk e di, unë do të thoja personalisht për fat të keq, sepse kjo realisht do ta përshpejtonte zgjerimin. Kjo nga njëra anë do të mundsonte aksesin e kompanive shqiptare apo të cilit do vend nga Ballkani Perëndimor në tregun e përbashkët evropian, që është tregu më i madh në botë. Është më i madh se tregu i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga volumi ekonomik flasim, nuk flasim nga numri i njerëzve dhe është më i madh se tregu që ka Kina, që janë aktor kryesor. Pastaj për Rusinë, për këto nuk po flasim, pavarësisht se janë aktor ushtarak, por nuk janë aktor ekonomik. Pra është tregu me volumin më të madh tregtar në botë, që do thotë është tregu më i bekuar edhe në raport me standardet dhe me kriteret që ata zbatojnë. Ideja është rrëzuar, për mua ideja do të ishte interesante, do të ishte pozitive, do të jetë një impakt shumë të shpejt tek qytetarët që do të gëzonin menjëherë të drejtat për të punuar dhe për të jetuar në BE, për të marrë kontrata pune në BE edhe duke qenë në vendin e tyre, për të punuar dhe në mënyrë hibride. Nëse do ta dish tani edhe të punosh online me një kompani gjermane, ti nuk e bën dot, sepse nuk je qytetar evropian. Dhe kompania gjermane nuk t'jep dot një kontratë pune, sepse do duhet sipas ligjit evropian të ezaurojë të gjitha burimet brenda BE-s dhe më pas mund të hap thirrje për punëtor, për punonjës, qoftë dhe hibrid, pra online, nga vendet e treta. Pra, si thua, për fat keq, pavarësisht se ne jemi një hap më afër Europës, ne konsiderohemi vende të treta në raport me legjislacionin. Pra një qytetar shqiptar në raport me legjislacionin evropian është një lloj si një qytetar egjiptian, apo një qytetar nga Tunizia, apo një qytetar nga Japonia. Pra jemi qytetar të tretë, third country nationals. Aksesi në tregun evropian, dhënia e lëvizjes së lirë në zonën Schengen dhe e punësimit në zonën Schengen, qoftë në mënyrë në hibride, do të jepte menjëherë një impakt tek qytetarët shqiptar. Ideja nuk është përqafuar, edhe në Ballkan e ka refuzuar fort Malizi, pra Malizi pretendon që në momentin që do të hyjnë BE dhe ata kanë vendosur datën vitin 2028, do duhet të jenë me drejtat plota, do duhet të kenë drejtën e vetos, të kenë një komisioner, të kenë përfaqësues të tyre në parlament. Kjo do ta përshpejtonte, pra për ta mbyllur përgjigjen e kësaj pyetje, ky skenar do të përshpejtonte procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, 2 do të krijonte benefite të shpejta për kompani dhe për qytetar, por nga ana tjetër, po të vijemi tani në vende në këpucët e Bashkimit Evropian, do të bënte që do të ulte disa nga barierat e kontrollit dhe disa nga standardet dhe do të krijonte një lloj Europe me 2 shpejtësi, për të mos thënë me 3 shpejtësi, ku janë vendet anëtare tradicionale, Gjermania, Luksemburgu, Austria, Italia, vendet e reja anëtare gjithsesi, pra Kroacia, Rumania, Bullgaria, Estonia etj. Dhe vendet pa të drejtë vetoje ose pa të drejta politike që do të qenë pas Ballkani. Pra, Europë me 2 shpejtësi është tani, do të bëjë Europë me 3 shpejtësi dhe do të bëjë akoma më vështirë për ta menaxhuar. Kjo mendoj që kjo ka qenë arsyeja pse është refuzuar nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian. Gjeti Ballkani, Shqipëria së pari dhe pastaj edhe vendet e Ballkanit, ju si shikoni për momentin? Janë më shumë me Bashkimin Evropian, pra me BE-n, Brukselin, apo më afër janë me Trumpin, sepse edhe mes Washingtonit dhe Brukselit për çështje shumë të rëndësishme dhe themelore aktualisht ka një kritje. Por ne edhe politikën e Ramës, ju si e keni parë, ka qenë elastik, por në një moment ndoshta do vinë momenti për zgjedhur që Dylber në marrëdhënie ndërkombëtare ka një thënie që është edhe pak si për të qeshur, kur përplasen elefantët, do të shtypen milingonat. Pra, kur ka përplasje të superfuqive, dhe unë dua të vazhdoj të theksoj që Bashkimi Evropian është superfuqi ekonomike dhe në vitin
2026 nëse je superfuqi ekonomike, je aktor global, sepse jo domosdoshmërisht duhet kesh një ushtri me arsenal atomik që ti të jesh superfuqi, Pra Europa nuk ka e kishim parashikuar që për shembull Britania, pavarësisht se jashtë edhe Spanja thoshin që ne do promovojmë interesat e Kinës në Europë. Eksakt. Doja dilja në pikën që kur ka përplasje të tilla, vendet e vogla kanë pak mundësi për të zgjedhur, zakonisht ato kreshen, ato shtypen në këto përplasje. Unë mendoj që Tirana është treguar e kujdesshme të luajë me të dyja. Më përpara ka qenë shumë e thjeshtë, sepse Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë në të njëjtën linjë, jo vetëm për çështjet e mëdha, por edhe për çështjet e vogla në strategjinë kombëtare, në strategjinë e sigurisë kombëtare në kohën e Bidenit, kur flitej për Ballkanin, përmendej ishte një fjali emblematike që i ka rezistuar çdo presidenti deri tani, Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan ta shikojnë Ballkanin Perëndimor pjesë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që tani, po të lexosh strategjinë e sigurisë kombëtare të administratës Trump, flitet për një Europë jo të fortë, flitet për një Europë që do duhet të rishikojë balancat e veta, do duhet të garantojë sigurinë territoriale të saj. Për Ballkanin flitet akoma më pak kryesisht në sensin e një rajoni i cili do duhet tashmë nga prodhimi destabilitet duhet fillojë të prodhojë stabilitet, duhet luftoj kartelet kriminale etj. Pra është komplet një optik tjetër, janë komplet syze të tjera që Washingtoni tani sheh këtë pjesën këtej të botës, pra Europën dhe Ballkanin. Qeveria ka luajtur mes të dyjave, unë mendoj që çdo qeveri në Ballkan i është dashur ta bëjë këtë. Kanë mbajtur marrëdhënie korrekte me Shtetet e Bashkuara dhe marrëdhënie shumë të kujdesshme me Bashkimin Evropian. Ardhmja Shqipëria nuk do të bëhet shtet i Shteteve Bashkuara, kjo nuk është e mundur, megjithëse po të kishte një referendum, unë mendoj që rezultati do të jetë 99% për po, kjo nuk është e mundur, nuk ndodh. Pra Shqipëria ka aspirat të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë mendoj që fokusi i qeverisë do duhet të jetë tek kjo e dyta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tashmë të involvuara në disa rrafshe komplet të tjera, komplet të dizinteresuara për Ballkanin Perëndimor, dhe çfarëdo lloj goditje që mund t'i vijë nga deklaratat e Tiranës, edhe vendos në thonjza se nuk është realisht goditje, do të jetë komplet e pandjeshme, do të jetë komplet e neglizhuar dhe e lënë në një corner, në një cep apo në një memo që harton departamenti në punës i fundit të departamentit të shtetit në Washington, që praktikisht nuk e lexon askush. Ndërkohë që qëndrimet e Shqipërisë apo çdo vendi kandidat në raport me BE-n skrutinohen jashtëzakonisht fort në Bruksel. Pra verifikohen, analizohen, i kërkohen shpjegime qeverisë pse mbajti këtë qëndrim apo atë qëndrim. Pra në këtë kuadër, nëse do duhet të zgjidhnim, unë shpresoj që nuk do duhet zgjidhnim, sepse do të ishte shumë e dhimbshme dhe shumë e vështirë, do na duhet të jemi më pranë Bashkimit Evropian në këtë moment se sa administratës amerikane, e cila për hir të vërtetës po ndeshet me kritika shumë të forta së brendshmi, flitet që në zgjedhjet e nëntorit republikanët do të pësojnë një goditje biblike. Unë nuk e di nëse kjo do të jetë e vërtetë, unë e ndjek jetën apo votën amerikane përmes mediave, le të themi, por nëse kjo do të ndodh, pra nëse nëntori realisht do të sjellë një goditje të mbështetjes presidentit Trump, atëherë Shqipëria do duhet ta ketë akoma më të thjeshtë dhe akoma më të qartë se ku do të shkojë, sepse kjo tregon që politikat e tij nuk gjejnë mbështetje as në Amerikë, dhe nëse nuk gjejnë në Amerikë, atëherë pse duhet të gjejnë, le të themi, përqafim të pakushtëzuar nga vende siç janë Shqipëria apo Serbia apo Maqedonia e Veriut e tjerë. Në këtë kohë luftet e trazirash dhe paqëndrueshmëria për BE-n erdhi një lajm i mirë për Brukselin me humbjen e Viktor Orbanit, por si reflekton kjo në Ballkan? Pra, përveç që është interpretuar dhe në media kputjes së Boshtit, Budapest, Beograd, Shkup, çfarë mund të përfitojmë ne, pra në Shqipëria, Kosova, po më shumë do ndalim tek Kosova? Mund të jetë edhe një hapje dritare për procesin e integrimit që më parë ndoshta Orban për shkak edhe të miqësisë dhe aleancës me Vučićin e tjera e kishin mbyllur, tani mund të përfitojë?
Unë nuk mendoj, për t'ju përgjigjur shkurt pjesës Kosovës, unë nuk mendoj që do të ketë një ndryshim të qëndrimit të Budapestit zyrtar në raport me Kosovën, paktën jo brenda vitit të parë. Pra në kryeministri zoti Peter Magjar, sepse ka diskutime si duhet thënë mbi emrin, Magjar do thotë hungarez, pra në gjuhën e tyre kombëtare ai është ka edhe mbi emrin e ka shumë të lidhur me vendin e tij. Unë nuk mendoj që qeveria e Peter Magjarit do ndryshoj politikën e jashtme brenda NATO-s, do të ketë një shift jashtëzakonisht të ngadalt dhe unë nuk mendoj që Kosova do duhet pres ndonjë revolucion nga Budapesti, i cili do të ndihet në muajt e parë, as në vitin e parë nuk e mendoj kështu. Peter Magjar vjen si pjesë e konservatorizmit hungarez, pra ka qenë pjesë e partisë Viktor Orban, përfaqëson sigurisht përfaqësonte grupin liberal brenda partisë Orbanit dhe në një moment nuk e gjeti veten dhe krijoi alternativën e tij politike. Vota e Budapestit e qytetarëve ndjes hungarez në fundjavën e kaluar nuk ka qenë një votë vetëm për Peter Magjar, ka qenë një votë kundër Orbanit, Politico kishte nxjerrë një editorial interesant dhe sikur të vendose një majmun të kandidonte me gjaz do të fitonte. Sigurisht ka qenë ironike, ka qenë për të dhënë mesazhin që nuk fituan idetë e Magjarit vetëm, por ishte degradimi i pushtetit të Viktor Orban dhe antipatia që ky pushtet kishte krijuar, sidomos në kryeqytet, që është motori i ndryshimit në çdo vend. Tek qytetarët. Shenjat e para që Peter Magjar ka dhënë është që ka qetësuar Europën që nuk do të vendos veto më për Ukrainën, por nuk do të kontribojë në fondet për Ukrainën, pra vazhdon qëndrimi që ne nuk duam të shpenzojmë paratë taksat e hungarezëve për Ukrainën, që është e njëjtë me qëndrimin e Orban, por unë nuk do të vendos veto nëse vendet e tjera do duan të kontribojnë në këtë kredit madhe që duan t'i japin Ukrainës, është okay për ne. Pra pozitat, le të themi, jo bllokuese, por jo dhe fort përfshirëse. Ajo që do t'i kërkohet Peter Magjarit brenda muajve të parë është që të dakordësojë për heqjen le të themi për heqjen e vetos në përgjithësi brenda Bashkimit Evropian. Pra, brenda Bashkimit Evropian çdo proces çdo vend antar ka drejt në vetot për çfarë do lloj teme, qoftë për zgjerimin, qoftë për raportet i bar, për kushtet ndërmjetme, për të mos folur për gjërat e mëdha, çdo vend antar ka të drejtën e vetos. Komisioni e ka parë këtë si një mekanizëm që ka ngadalësuar punët brenda Bashkimit Evropian dhe i ka kërkuar vendeve anëtare të konsiderojnë dhe votimin me shumicë të cilësuar, pra jo thjesht me shumicë 50+1, për çështje të ndryshme dhe të caktuara. Dhe kontrabedal ka qenë kryesisht Viktor Orban i Hungarisë dhe Fico i Slovakisë. Një më pak, pra Orban nuk është atje, ne nuk e dim cili është qëndrimi i Peter Magjarit në raport me vetot, me konceptin e vetos në BE, por me shumë gjas ai mund të bjerë dakord që për disa çështje siç është le të themi zgjerimi apo çështje jo geostrategjike, të hiqet koncepti i vetos. Shqipëria do duhet të rivendos marrëdhënien me Ukrainën, ka qenë një marrëdhënie me Hungarinë, ka qenë një marrëdhënie e shkëlqyer edhe personale mes kryeministit Rama dhe zotit Orban, do duhet tashmë të rivendoset kjo marrëdhënie e re me qeverinë e re në Budapest, pra nuk duhet marrë më emirqen dashuria Budapest-Tiranë, e cila për hir të vërtetës ka qenë e hapur dhe shumë mirë që ka qenë e tillë, sepse në fund ditës ka qenë një mbështetje pa kushtëzuar nga një vend antar, por do duhet shohim sepse ndoshta aleatët e dikurshëm dhe miqtë e dikurshëm të Orbanit ndoshta nuk do të jenë miqtë e Peter Magjarit, nuk e dim, do duhet ta shohim edhe pse shtetet nuk duhet të veprojnë në baza personale, por në bazat politikave tyre kombëtare, shpeshherë këto ndikojnë. Kështu që do duhet ka punë Ministria e Jashtme në këtë raport, në punësit dhe ambasada jonë atje do duhet të rishikojnë, të rivendosin, le të themi, kontaktet e mira me Hungarinë. Hungaria nuk ka qenë kur bllokuese procesit, madje në strategjitë e tyre dhe në politikën e tyre të jashtme, zgjerimi i BE-s ka qenë prioritar.
Putini ka humbur një mik dhe një aleat në BE, Vučići gjithashtu, janë lajme të mira nga një anë, por nga ana tjetër nuk di mende se cila do të jetë qëndrimi i qeverisë së re në raport me Kosovën, që unë nuk pres ndonjë ndryshim shpejt, por edhe në raport me miqt tradicional apo me aleatët tradicional të Orbanit. Ngendi, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha çështjet që trajtuam. Të jam i njohur shumë. Faleminderit, kënaqësi.